Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jemi përsëri bashkë. Kosova ndodhet në një nga momentet më të ndjeshme të skenës së saj politike. Tentativa e gjashtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ka dështuar institucionet të mbetën të bllokuara. Ndërsa qytetarët presin me shqetësim zhvillimet e ardhshme. Çfarë po e pengon ndërtimin e institucioneve të reja? Kush mban përgjegjësi për krizën politike? A kemi të bëjmë me një ngërsht të natyrshëm demokratik apo me një bllokadë të qëllimshme? Nëse kriza vazhdon, cilat janë pasojat për stabilitetin e vendit? A duhet presidentja të ndërhyjë në mbrojtje të rendit kushtetues? Për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, sot në studio kemi politologun Melazim Koci dhe përfaqësuesin e Institutit të Kosovës për Drejtësi, juristin Astrid Kolaj. Mirë se erdhët. Në linjë të drejt për drejt kemi dy kolegët që janë në Kuvendin e Kosovës, është Elmina Osmani dhe Aldin Sejnda. Mirëmëngjesi për të dyja. Mirëmëngjesi, Besart. Atëherë, a kanë filluar që deputetët të vinë në kuvend nëse janë ndalur, cilat janë deklaratat e tyre dhe kush ka folur nga ta? Alinda. Në fakt po, tashmë ka vetëm edhe pak minuta para nisjes së seancës konstituive dhe gradualisht deputetët e partive të ndryshme veç kanë filluar të vinë ata të cilët po e shfrytëzojnë këtë hyrje për të futur në Kuvendin e Kosovës. Shumë pak prej tyre janë deklaruar. Në fakt është vetëm Dimal Basha nga lëvizja vetëvendosje dhe Faton Peci, deputeti Faton Peci, të cilët janë deklaruar në pyetjet e gazetarëve se a do të ketë në ndrim të emrit nga lëvizja vetëvendosje për kandidat për kryetar të kuvendit. Mirë po kanë deklaruar se ky qëndrim apo ky vendim për të vënë emrin në këtë rast të Albulina Haxhiut i takon vetëm lëvizjes vetëvendosje, ndërsa të pyetur se në të kaluarën qëndrimet e tyre kanë qenë ndryshe për të votuar një kryeparlamentar të mundshëm, mirë po gjithsesi që kanë thënë se çështjet kushtetuese kanë qenë ndryshe. Ta marrim një deklarim nga zotri Qalaj për momentin dhe pastaj vazhdojmë. Cilat janë pritet e juaja sot, a ka ndonjë ndryshim që presni apo një përsëritje të skenarit që vetë se kemi pa tash shumë herë? Po mund të them qëndrimin e PD-s është i njëjtë, nuk ka ndryshuar. S'ndryshon sot, nuk do të ndryshojë as mas 48 orëve, s'do ndryshojë as mas një javë as një muaj. Sa i përket zonjës Haxhiu, te PD-ja nuk ka lënë. A do të shkoni ose a do të kërkoni që të ketë ndonjë takim për të zgjidhur këtë situatë? Kjo është në dorën e Partisë Demokratike të kërkojë takim, varet nga koalicioni që ka më shumë të vota në këtë legislaturë. Duhet të jetë iniciativë e tyre, duhet gjehet një gjuhë e përbashkët që të ecin përpara, përndryshe kandidati që është i propozuar, në fakt kandidatja, po e përsëris sot nuk ka lënë. Faleminderit. Atëherë Besart, pra ky ishte qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës përmes deputetit Qalaj, siç e dëgjuat, pra kanë qëndrim të njëjtë, ndërsa sa i përket asaj se çfarë kanë deklaruar deputetët të tjerë, sigurisht rreth emrit të kandidatës për kryeparlamentare që pritet që sërish të jetë Albulina Haxhiu. Peci ka deklaruar që i takon lëvizjes vetëvendosje sigurisht që të vëj emrin e kandidatës për kryeparlamentare dhe kësaj radhe. Tentuam të marrim atëherë cili është qëndrimi juaj në fakt. I cili? Sotme për të votuar sigurisht kandidatën për kryeparlamentare. Edhe nëse do të jetë sërish Albulina Haxhiu. Mirëmëngjesi. Kënajt e keni falë. Mirëmëngjesi. Hajde që kemi treja, keni ne me vetë në isan. Ne presim që të reflektoj lëvizja vetëvendosje, cilët konform rezultatit zgjedhor, por duke që nuk ka interesim, nuk kanë marrëveshje me ndonjë subjekt politik që siguron mandatimin e qeverisë, dhe kjo është ajo cila po ndodh aktualisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës. A keni ndryshuar qëndrim si parti? Po nuk mund të ndryshojmë ne qëndrim sepse është e parasyshme edhe është tepër e pa përfillshme në kuptimin sepse ne nuk e kemi mandatin e të parit që të krijojmë institucionet e reja të
Republikës së Kosovës. Deri në një fazë tjetër, kur bartet përgjegjësia të Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë edhe ne do t'japim zgjedhjet tona. Kur besoni që është momenti që partitë tulen që t'i japin fund kësaj përsëritje të vazhdueshme tash për 8 herë? Po ne kemi një heshtje të kryeministrit, siç duket i konvenon kjo situatë dhe i konvenon mos ta quaj vetëm pa përgjegjësi, po arsyet i din vetëm ai. Ka ditë që nuk ka ndonjë deklarim nga ana e tij, një barikadim që tash po shihet që është vetëm lojë politike e pa aftësisë për të krijuar edhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ose për të krijuar një shumicë parlamentare e cila siguron edhe qeverinë e ardhshme të Kosovës. Besoni që me këto zvarritje po kërkohet që data e zgjedhjeve eventuale të bie diku ka mesi i verës? Nuk mund as t'i bie, nuk do të lejohet, ndoshta mund të ketë ambicie nga subjekte të ndryshme që të ketë një farë lloj kamuflimi me datën e zgjedhjeve të aty në qenë lokale si e rregullt kushtetuese, por kjo nuk duhet as të mendohet, sepse kushdo që e mendon që të kemi 2 parë zgjedhje të njëhershme, nuk ja don të mirën as vendit, as demokracisë, po as pushtetit lokal, sepse atëherë do të na krijohet një kaos ku me 3 lista zgjedhore dhe me një pjesë e cila as nuk lidhet me programin në nivel qendror, por as në nivel lokal. Do të thonë dëmton edhe interesin publik të vendit. Po gjatë verës, shkak se ka një farë postime për vendosje që ata kanë më shumë diasporë. Vendosja mundet me kalkulu i ka të veta, vendosja ka njëherë përgjegjësinë si partia e parë që ka dalë që me zgjedh kryetarin e kuvendit. Nëse nuk mundet me zgjedh, atëherë duhet me deklarua edhe të shohin subjekte tjera ose subjekte i cili mund t'i sigurojë gjatë e një deputet. Faleminderit shumë. Atëherë Besart e dëgjuat edhe zotri Zemajn, pra deputetin nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe qëndrimin e LDK-s përmes tij, sa për të ju njoftuar që më herët përmes deklarimeve edhe zotri Peci edhe zotri Basha në një farë forme kanë lënë të kuptohet që nuk ka ndonjë takim të partive politike ndoshta për të dakorduar apo për të marrë ndonjë qëndrim edhe për seancën e sotme. Ai ka thënë që këto, siç tha, dakordime po i bëjmë të paktën përmes deklarimeve, përmes mediave e të cilat nuk po arrihen. Përndryshe, kjo është tentativa e 8 për të konstituar kuvendin e Kosovës, ndërsa të shohim se çfarë do të ndodh me kandidatën për kryeparlamentare për ditën e sotme, a do të jetë Albulina Xhiu apo jo. Do të tentojmë që të marrim edhe një deklarim nga i pari Partisë Demokratike të Kosovës, është Memli Krasniqi. Zakonisht ju deklarohen se të përfundon seancën. Atëherë nuk ka një deklarim nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sa i përket seancës, para nisjes së seancës. Besar, tani do t'ju kaloj linjen tek ju dhe presim se a do të nisë me kohë seanca e sotme, sepse siç e kemi parë ditëve të kaluara po nis me gjysmë ore vonesë, po thuajse parë edhe nga ardhja me vonesë e përfaqësuesve edhe gjatë ditës së sotme. Kalim linjen tek Elmina. Elmin, cili është disponimi i deputetëve në hall, ndoshta ke pasur mundësi që ti takosh për dallim prej Alindës, e cila dhe mori deklaratat e tyre. Pra, ka ndonjë disponim, ke ndonjë informacion mes gazetarësh se çfarë do të ndodhë sot në kuvendin e Kosovës? Po, Besar, deputetët e legjislaturës së 9 pra kanë filluar të mblidhen në kuvendin e Kosovës. Ata si rëndom njëherë kanë nisur takimet në sallat e grupeve parlamentare përkatëse, ndërkaq që shohim se çfarë do të ndodhë sot nëse lëvizja vetëvendosje ka mundur të sigurojë votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeparlamentares emrisë së cilës është Albulina Xhiu, pra për cilën ka insistuar 6 herë radhaze, ndërkohë që në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike këtu kanë konfirmuar se nuk kanë ndruar qëndrim dhe nuk kanë votë për Albulina Xhiun. Elmina, do ta dëgjojmë shkurtimisht edhe Lutfiazin nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe sigurisht do ta kalojmë prapë linjën tek ti. Ose marrëveshja politike është e pritshme, do duhet me ndodh. Kjo s'po ndodh
Vazhdojmë. Faleminderit. Sa mund të presim të vazhdohet kështu? Ka një moment ku duhet thuhet mjaft edhe të tulen partitë për të zgjidhur këtë situatë. Mjaft seanca e parë ka qenë e nevojshme me i tejkalu krejt. E dyta është e tepërt. Mos flasim për seancën e 8, nuk po arrit më konstitu legislativi zgjedhën dhe kjo është problem serios politik. Është mungesë e vullnetit politik realisht. Pak do të me banë sens mi morën krejt këto raporte dhe propozimi nuk është i mjaftueshëm, do të më qenë i zgjedhën. Dhe me vetë faktin që s'po ka as përpjekjen më të vogël me ndihmu që të zgjedhet zonja që është propozu, tregon qartë që është vendim politik, nuk ka marrëveshje për qeveri, ku vendi po mat peng. Kjo është Cili është kandidati i LDK si pranueshëm? I vendosur si pranueshëm. për neve nuk ka problem emri përvetshëm. Drejta e partisë parë me propozu është drejtë e tyre, ata e kanë 48 vetë mund ta zgjedhin ose mund ndërtojnë marrëveshje me dikon tjetër. Për mu, edhe për LDK në emri përvetshëm nuk është problem. Ata do të më amendu cilë është deputeti i parë i cili më i pranueshëm mund me shtyni agjendë legislative. Për ta është kjo dhe është problemi tyre, por do t'i bojnë vota me kalu këtë situatë. Faleminderit shumë. A duhet presidentja me shtu një takim me partitë në tërësi? Për mendim të amin nuk ka asë një detyrë. Presidentja këto e ka një detyrë kushtetuese që thuhet garanton funksionimin e institucionit, por aja nuk garanton konstruimin e legislativit, sepse duhet votojnë 120 deputet, aja duhet rënë kondin e vetë, nuk duhet përzijet, natyrisht politikisht mund të motivon, por nuk mund as negocion në emër një partisë, as nuk bon veprime politike. Veprime politike i ka dikush tjetër. Faleminderit shumë, mirupafshim. Dëgjuam kështu Lutfi Azin nga Lidha Demokratike e Kosovës. Do të shkojmë sërish në kuvend nëse kemi diçka të re apo do të vazhdojmë. Elmira, shkurtimisht lutem, a ka diçka të re që mund ta thuash për shikuesit tanë? Besar, tani më partitë politike i kanë bërë të qarta qëndrimet e tyre se për votën nëse lëvizja vetëvendosje sërish do të sjellë emrin e Albulena Haxhiut për krye parlamentare. Nga Partia Demokratike e Kosovës kanë thënë se nuk kanë votë për Albulena Haxhiun, derisa kanë propozuar që emri i saj të zëvendësohet, pra të ndrohet kandidati i vetëvendosjes. Do të shohim nëse do të ketë ndonjë lëvizje nga lëvizja vetëvendosje, sepse a kanë ndruar emrin e krye. Mirë, Elmira, do ta dëgjojmë edhe zotin Haradinaj nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Qëndroni linjë. Kemi ofru zgjidhje, i kemi pranë në emrat që jemi të gatshëm i votu, jemi të gatshëm me do zgjidhje në çdo moment, por jo me kandidatën e njëjtë. Faleminderit shumë. Nuk e di nëse kemi edhe dikën nga nisma social-demokrate, megjithatë kurdo që e keni regjia të më njoftoj, e kemi edhe zotin Ramush Haradinaj. Aktualisht shkojmë të zoti Haradinaj? Për fat keq nuk ka në ndryshim nga seancat e mëhershme, sikurse dini kemi dhënë zgjidhje, pra me propozu kandidat tjerë unifikues. Nëse kjo ndodh, me siguri se sot do të votohet, pra nëse ndrohet kandidati, në tërës kandidatja, nëse jo, po më duket se do të jemi në situatë njëjtë. Zoti Haradinaj, a do të pranonit një takim me lëvizjen vetëvendosje në rast se do të pranonit një ftesë nga Albin Kurti? Personalisht jo, po zonja Time Kadrije, që është nënkryetare e Aleancës, ka autorizim prej meje, prej kryesisht që të konsultohet me zotin Dari, ai i cili po udhëheq me seancën. Takim patjetër fjala për. Jo, nuk e vlerësoj. Dy emra më shihni don. A do të ishte zoti Kolnica, një emër që do të mund ta zhbllokonte? Po ka edhe shumë emra të tjerë, besoj ne i kemi çek këta dy zonjat, ashtu me qenë se ishte zonë kandidatja, po ka edhe emra të tjerë besoj. Munguat? Nuk e di përveç për këtë. Zotë Haradinaj, keni mungu në seancën e kaluar të dielën. Pse? Kishte obligimet juaja apo tashmë është bërë rutinë themi edhe monotoni me ardhur në seancën? Jo, nuk është monotoni, është nder me ardhur në kuvend, nder është edhe me i kry detyrat që i kem, po ka qenë përvjetori i masakrës Mejës, edhe unë jam i asaj zone, shumica atyre njerëzve janë edhe, mos me thonë edhe familje, e kanë shfrytzuar rastin pastaj me qëndru edhe në përvjetor të luftarve, në Prilep, në Shaptej, në Skivjan, martirëve,
Pra ishte një dita të pagjeturve edhe ajo më obligon. Nga vendvendosja u gëzuan themi kështu hipotetikisht që ra numri i votave kundër me mungesën e juve dhe të disa deputetë nga partitë e tjera po ashtu. Siçani kjo tash e vërtet që ka kalu shumë kohë nga lufta, nga masakrat. Po janë disa data që është vështirë me anashkalu, pra masakrën e Mejës është e pamujshme me anashkalu, sidomos për mua që jam i asaj zone, edhe nuk duhet me pas në një keq kuptim këtë drejtim. Unë mendoj që edhe e kuptoj që në fatet kushtetuese, po edhe kur caktohet një seancë, duhet me i marrë parasysh edhe këto ngjarje, edhe këto janë ngjarje të mëdha. Atëherë Besart po presim vetëm edhe disa minuta teksa po pritej që përmes kësaj hyrje të vije edhe zotri Fatmir Limaj për të marrë edhe qëndrimin e tij ndoshta para kësaj seance, por për momentin po kaloj linjën te ju. Faleminderit Arlin, derisa ta kemi qëndrimin sigurisht të zotit Limaj, do të vazhdojmë bisedën këtu. Zoti Goci, a kemi të bëjmë me një ngërç të natyrshëm demokratik apo të shëllëmshëm? Unë mendoj se kjo tema qendrore e gjithë këtyre ditëve do të thotë. Mendoj se për aq sa nuk ka asnjëra palë një shumicë parlamentare dhe për në bindjen time as vetëvendosja as opozita nuk e kanë shumicën parlamentare dhe prandaj ne shohim këtë ngërç. Po të ekzistonte shumica parlamentare në anën e vetëvendosjes, çështja do të zgjidhej brenda ditës dhe jo vetëm konstituimi i parlamentit, por edhe i qeverisë. Por nuk e ka shumicën parlamentare as opozita kam përshtypje. Dhe prandaj ne shohim ky aspekt do të thotë e bën krizën krejt të natyrshme, do të thotë, është brenda procedurave, normave demokratike. Por vetëm pjesërisht, sepse ngërçi është shkaktu megjithatë pos mungesës së shumicës parlamentare nga neni 67 i Kushtetutës. Këto ditë shpesh kam dëgju që vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014 e ka shkaktu. Gjykata kushtetuese në vitin 2014 nuk ka mundur të marrë vendim tjetër, sepse nuk ka mundur të dalë jashtë pikës 2 të nenit 67 të Kushtetutës, ku taksativisht thuhet se kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve. Do thotë, gjykata kushtetuese në vitin 2014 praktikisht ka bërë një interpretim më shumë politik. Ka bërë një farë apeli, ta zëmërshtën, po tjerash është e drejtë dhe detyrë të gjithë deputetëve të gjejnë mënyra për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetar. Po kjo është formulim politik, do të thotë. Por, më duhet të them që gjykata kushtetuese nuk ka pasur mundësi dalin jashtë asaj që është formuluar në nenin 67 dhe ky nen nuk është në frymën demokratike. Nuk është në frymën demokratike sepse e supozon që partia e parë ose grupimi i parë ka shumicën parlamentare që nuk do të thotë. Nuk do të thotë. Në asnjë demokraci parlamentare, çfarë jemi ne, grupimi i parë ose partia e parë nuk do të thotë që ta ketë ose ta sigurojë shumicën parlamentare dhe ne praktikisht njeni 67 i Kushtetutës i ka kontribuar kësaj krize. I ka kontribuar në tërësi. Unë mendoj jo vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, sepse me këtë nen nuk thuhet asgjë. Çfarë nëse grupimi i parë nuk e bën shumicën parlamentare? Cila është ajo kohë që i lihet në disponim grupimit të parë parlamentar? Dhe a i ka lënë kjo drejt grupimit të dytë parlamentar, asnjë nga këto çështje nuk janë të adresuara dhe prandaj ne kemi këtë krizë. Do të kemi kombinim të një krize të natyrshme demokratike për faktin që asnjëra palë nuk ka, në këtë rast vetëvendosja nuk e ka shumicën parlamentare, por edhe si pasojë, si rrjedhojë që është duke u shfrytzuar neni 67, normalisht edhe mungesa e vullnetit politik. Ka dhe mungesë të vullnetit politik. Zoti Kolaj, nga këndvështrimi juaj, e njëjta pyetje, a e shihni si ngërç natyrshëm demokratik apo një bllokatë të shëllëmshme? E di që nuk jeni thirrur për çështjet politike, por megjithatë do duhet ta komentojmë sepse sigurisht që ajo që po më intereson e tha dhe zoti Aziri që presidentja nuk ka pse të përzihet këtu. Në një farë formë. Megjithatë, ajo është mbrojtësia e Kushtetutës së Kosovës që në një moment mendoj që duhet ndërhyrja e saj pavarësisht situatës në cilën ndodhemi ku drejt për drejt edhe nuk mund të ndikoj.
Të nisëm në mënyrë kronologjike, qasja të gjitha partive politike është qasja ngushtë që atë shku në drejtim të interesa të tyre politik dhe partijak. Nuk është një qasje që cila do të ishte në një vend demokratik me demokraci të zhvilluar që ishte interesi qytetarit. Nëse do të ishte kjo e fundit, nëse do të kishim të harruar konstituimin e Kuvendit, ndoshta edhe themelimin dhe krijimin e qeverisë së Kosovës mirë, po është një realitet i tillë. Të nalimi pak të neni i 67 që u diskutuan nga kolegu, pa deshtur ta kontestoj ata që atan, gjykata kushtetuese ka sqaru nenin e pakjartë të 67 të kushtetuese. Ku thot që kryetari i Kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar. Atëherë pikërisht duke interpretuar këta janë takuar, domethënë janë mbledhur në një shumicë pas zgjedhore, cilët e kanë zgjedhur kryetarin e Kuvendit, ka shkuar në interpretim gjykatë kushtetuese dhe ka sqaruar gjykata kushtetuese thotë grupi më i madh parlamentar i cili është para zgjedhjeve, jo pas zgjedhjeve, se mund më bërë grup parlamentar 90 deputet pas zgjedhjeve, shumë me kriju një grup parlamentar. Dhe këta ka sqaruar gjykata kushtetuese. Do më thonë, grupit atë partis apo koalicionit para zgjedhor që i ka fitu zgjedhje, që ka qenë para zgjedhje, i takon për të propozuar kryetarin e Kuvendit. Kjo është sqarimi që ka bërë gjykata kushtetuese, do më thonë. Po çfarë nëse ai grup parlamentar, siç po thonë ju, nuk e ka shumicën në parlament? Gjithsesi, nuk ka për momentin, nuk ka një bazë ligjore që rregullon. Nëse i ke kemi thonë që mund të shkojnë në pafundësi kjo punë. Edhe kjo nuk është e rregulluar. Mirë, po gjykata kushtetuese është kërku ta interpretoj vetëm këtë, aja nuk lëshohet në diçka ma gjantësisht çka nuk i kërkohet asaj. Dhe aja qëndron e heshtur derisa nuk merret ndonjë veprim dhe ai veprim të dërgohet te gjykata kushtetuese për interpretim. Ndërsa sa i përket asaj që a duhet të ndërhyjë Presidenti i Republikës së Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës mund të reagojë vetëm me kërkesën e partive politike. Nëse partitë politike, ju dini që në letrën që e ka kthyer zotëri Dehari ka thonë është e gatshme të kontribojë në krijimin e një klime politike që shkon në drejtim të themelimit të institucioneve, në këtë rast konstituimit të Kuvendit. Atëherë nëse partitë politike janë të gatshme, ti drejtohen presidentes për të ofruar ndihmë dhe besoj që aja duhet të ofrojë ndihmën e saj ligjore dhe kushtetuese që ka në këtë drejtim. Megjithatë jemi në një moment, në fakt jemi nga data 15 po zoti Koci. Desha të ndërlidhem me pyetjen e juaj dhe të parafolësit. Unë pajtohem që gjykata kushtetuese nuk mund të bëjë më tepër. As ka mundur të bëjmë atë për në 2014 në tharë. Edhe tani, nuk jam i sigur që gjykata kushtetuese mund bëj, sepse nuk mund dalë jashtë të kushtetutës. Çështjen në bindjen time dhe të besoj edhe të njerëzve që njohin më mirë këtë materie, unë nuk jam jurist, do të thotë. Besoj që është dashur të bëhet amandamentimi i kushtetutës. Pra, neri 67 amandamentohet në mënyrë që të saksohet se çfarë nëse grupimi i parë ose partia e parë nuk do të arrijë të bëjë shumicën. E dyta, cili është ai afat që e përfundon atë drejt, ai kalohet partisë tjetër. Mendoj se dhe është pak e habitshme që nga viti 2014, sepse këtë situatë kemi pas në vitin 2014, kemi pas edhe në vitin 2017, do thotë. Dhe është pak e habitshme që forcat tona politike, që klasa politike nuk kanë ndërmarrë asgjë, e ka lënë këtë çështje zvarr. Dhe ne me këtë problem do të ballafaqohemi gjithmonë pas zgjedhjeve, gjithnjë kur nuk ke një shumicë të qartë në parlament, siç është rasti tani. Unë mendoj se esenca e problemit, atë që e thënë në hapje të edicionit, do thotë, është ngërsh artificial apo është janë dyja, do thotë, është i shkaktuar nga neni 67 i kushtetutës, por edhe nga mungesa e shumicës parlamentare që i takon pjesës asaj që nuk quhet procedurën natyrshme demokratike, nuk ekziston një shumicë parlamentare që do ta zgjidhë problemin. Zoti Kolaj, çfarë mendoni kush po e shkakton këtë krizë politike? E dim që partitë politike, po megjithatë këtë faj doja ta shpërndajnë. Realisht faj të gjithë kanë fajin e vet, dikush e ka pak më shumë dhe në këtë rast
fajin e ka ta quaj në thojza i zoti shtëpisë partia fituse, e cila duhet të bëj zgjidhje dhe të bëj marrëveshje politike për konstituimin e Kuvendit. Është interesant të themi se në pikërisht në vitin 2017 ka qenë një lloj ngjerçi i tillë politik kur në atë kohë Partia Demokratike propozon të zotrin Kadri Veseli dhe nuk i kishin votat dhe pikërisht ish kryeministri tani me deputeti Albin Kurti dhe ish kryetari i Kuvendit Kunjuca kërkonin që ta citoj Kunjucën ku thoi që në demokraci ku janë votat duhet të bëhet kompromis. Atëherë edhe në vitin 2025, kur nuk janë vota, duhet bërë kompromis. Ne s'po shohim kompromis. Kush duhet ta bëjë kompromisin? Kompromisi duhet jetë në mes dy apo më shumë persona ku gjetet një zgjidhje e mesme. Nuk ka kompromis pa ndryshim të qëndrimeve. Megjithatë, a mendoni që do duhet ketë kompromis, sepse do të zgjidhen edhe nënkryetaret? Edhe këtu mund të hakmerët kushtimisht po them lëvizjave të vendosur që mos t'ja u votoj në emrat që i do t'i propozojnë. Për dallim nga Prandaj, a mendon që duhet ketë kompromis në këtë marrëveshje? Realisht, pikë pari partia fituese duhet të bëj marrëveshje politike se votat nuk i duhen vetëm për kryetarin e Kuvendit, i duhen edhe nëse pretendon me udhëheq qeverinë, i duhen edhe për udhëheqjen e qeverisë. Mirë po, unë do t'i ndaja zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, i cili përfaqëson një institucion shumë të rëndësishëm, tempullin e demokracisë, me nënkryetare të cilët përfaqësojnë grupet e caktuar politike dhe votohen të gjithë bashkë, në një paket. Atëherë nëse dikush donë që të blokoj ata i blokon edhe kandidatin e grupit të vetë parlamentar. Dhe kjo duhet të shikuar si diçka e ndarë, sepse kompetenca dhe përfaqësimi i kryetarit të Kuvendit është shumë më i madh se sa i do të thonë nën kryetarëve të Kuvendit. Dhe në këtë drejtim unë mendoj se ne do të kemi daljen ka ky ngjerç apo krizë politike vetëm me marrëveshje politike. Pa marrëveshje politike ne do të vazhdojmë në pafundësi kështu. Me marrëveshje politike ne mundemi shkullë në zgjedhje. Vetë marrëveshja politike, konstituohet Kuvendi, shpërndon vetën, shkojmë në zgjedhje. Nuk ka shpërndarje të Kuvendit pa konstituim. Zoti Goci, a mendoni që zgjedhjet janë zgjidhje? Nuk mendoj që janë zgjidhje, sepse duaj që do të kemi të njëjtin rezultat. Dhe pa amendamentim të kushtetutës, ne prapë do të shohim këtë situatë. Përsëritje të kësaj, nuk besoj që në zgjedhjet eventuale të reja do të mund të ketë ndonjë rezultat tjetër. Më besoj që ky do të jetë rezultati. Kësaj radhe, me duhet të them edhe një gjë, kësaj radhe ngërësit i kanë kontribuar edhe disa faktorë tjerë pos nenit 67, domethënë kushtetutës dhe mungesës vullnetit politik për të komunikuar, për të gjetur një zgjidhje, janë edhe disa faktorë tjerë që i kanë ndikuar. Një, përjashtimi i nën votave të listës serbe, dhe kjo është në rregull, unë e kuptoj këtë për shkak të zhvillimeve në banë, si do thotë, por kjo ka zvogëluar mundësinë e formimit të shumicës. E dyta, ne në parlamentin ton kemi një disproporcion. Numri i vendeve të deputetëve të pakicave është në disproporcion me numrin e popullsisë. Nëse 5 deri në 6% janë popullat pakic, në parlament janë të përfaqësuar me 18% të deputetëve. Do të thotë me 20 deputet, që bëjnë diku rreth 19-18% të numrit të përgjithshëm, do të trafish mbi mesatarën e popullatës. Kjo më pastaj në këtë situatë, me përjashtimin e listës serbe, i ka maksimizu kërkesat e pakicave, pjesëtarëve të pakicave jo serbe. Ata e vetëdijshëm që për shkak të këtij ngërçi, për shkak të mungesës së numrave, vota atyre mund të jetë një vot, mund të jetë vendimtar, dhe duke se ata i kanë maksimizu kërkesat. Edhe kjo ka ndikuar, domethënë që ka ndikuar edhe afati i zgjedhjes së presidentes. Kam përshtypje që nuk ka entuziazëm të vëtë qeveria. Madje nga dy palët. Nuk shoh entuziazëm as nga vetëvendosja. A mendoj që qoftë edhe nga minoritetet, po qoftë edhe nga zoti Limaj, që nuk ka një marrëveshje për kryetarin, po për qeverinë, po?
A mund të jetë edhe Unë kjo? nuk besoj. Të kjo tani mund të jemi gabuar, sepse po unë nuk besoj që ka marrëveshje për po të kishte marrëveshje për qeveri, ky ngërç do të kalojë shumë lehtë. Jo vetëm ky ngërç, jo vetëm kjo. Po brenda ditës sot ne do të kishim edhe kryetarin, edhe për parlamentin konstituuar me kryetar të zgjedhur, po edhe formimin e qeverisë pas dite. Problemi është pra pikërisht aty, nuk ka shumicë. Nuk ka marrëveshje, nuk ka shumicë. As nga ana vetëvendosjes, po unë në bindjen time, në llogarinë time, as opozita nuk e ka shumicë. Unë nuk kam pa ndonjë lëvizje për të pritur diçka më ndryshe nga seancat e kaluara. Besoj, ose më mirë me thanë, si duket do të jetë për një të gjë si për bardhje, për faktin që s'kam pa ndonjë lëvizje tjetër. Kështu që kjo është realiteti edhe sa tashmë. Po vota jonë është të Korenë e kaluar, edhe besoj që është një votë e cila është në përputhje me kushtetutën, me ligjet, edhe kështu do të vazhdoj të jetë, si e tillë. Çka metodë zgjidhja? Zgjidhja besoj unë është partia që ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit, do t'i bëjë gjitha përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica parlamentare nuk kupton koalicionin qeverisës, edhe për parlament, edhe për qeveri. Kështu ka ndodhur herën e kaluar. Shqeqani, jo, ti për bën ftesë. Ti për bën, atëherë më kesh përdor fjalë. Më smë shti fjalët e tua në gojë time. Ajo, konstatim. Është konstatim. Ajo që unë po them është, ju do ta kuptoni që procesi i ndërtimit të institucioneve gjithmonë ka marrë kohën e vet. Kthehej mbrapa dhe shqeqani 2014-2017. Nuk është që duke bënë një farë drama ose vonese. Për faktin sepse janë vonuar 2014-2017, sepse jashtë parlamentit janë ndërtuar marrëveshjet politike dhe pastaj me marrëveshje politike kanë shkuar ndërtuar shumicat. Besoj që kjo do të jetë rruga. Si do që të përfundojnë, kush do që të ndërtoj shumicë, është edhe vetmja rrugë që përmes marrëveshjeve politike të ndërtohet shumica në parlament, e cila shumicë do zgjedhë kryetarin edhe qeverinë. Ajo çka e din qëndrimin e nisma do të jep kontributin e vet maksimal për të vetuar procesin e zgjedhjeve që është e panevojshme, po jo me çdo kusht. Në fundit, çdo sen ka një procesi ka përfundimin e vet. Do dënim edhe është interes në Kosovë që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e veta. Kjo është interesi i qytetarëve, kështu kanë votuar qytetarët, kështu pret nevojat dhe kërkesat që kemi sot me shumë probleme, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ka zgjidhje tjetër. Zgjidhjet tjetër janë zgjedhjet. Kështu që në çdo drejtim ne jemi këtu për të luajtur për të dhënë kontributin ton në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ata votojnë që jeni taku me Albin Kurti, nuk votojnë që nuk jeni taku. Cila është Pra edhe deklaratën e Zotit Limaj, Zotit Koci mund të vazhdosh aty pasi që patëm një deklaratë të rëndësishme të temin Zotit Limaj, pra nëse ka lëvizje në shëndrimit e tij, megjithatë jo. Isha duke thënë që do të thotë problemi kryesor është mungesa shumicës parlamentare. Nuk e ka vetëvendosja, në bindjen time, në llogarinë time nuk e ka as opozita, por megjithatë mendoj se i mbetet vetëvendosjes që pas kaq shumë përpjekjeve provoj me një kandidat tjetër, sepse duhet të një gjë, opozita nuk e ka përjashtu mundësinë që, sidomos AK dhe PDK, dhe duhen vetëm 4 vota, 57 janë, po, duhen vetëm 4 vota, do të thotë, nuk mendoj që është ndonjë problem i madh të gjendet një emër tjetër, i cili do të ishte i pranueshëm për qoftë për AK-n, qoftë për PDK-n, dhe të kalohet ky ngërç. Megjithatë mos nga vetëvendosja lexohet si nënshtrem ndaj ja, nuk është nënshkrim sepse, nuk është nënshkrim për një fakt shumë të thjeshtë. Si? Nënshkrim. Unë nuk mendoj që nuk është nënshkrim sepse në kushtet e lexojnë ata kështu. Po, absolutisht. Ata thonë edhe gjëra të tjera, të cilat nuk qëndrojnë. Domethënë deri te pohimi se është po një seanca kthehemi
Atëherë pa me zotin Deari, i cili vetëm po ju bërë në thirrje deputetëve të kuvendit që të ulen në vendet e tyre për të nisur dhe për të vazhduar rrjedhimisht seanca. Ne do vazhdojmë edhe për pak sekonda derisa regjia të më njoftoj se ka nisur. Zoti Koci, mund ta vazhdosh? Mendoj se ka ardhur është çështje, nëse jo sot, nuk mendoj sot, sepse është por në mbledhjen e ardhshme ose tjetrën propozohet një kandidat tjetër. Më parë të komunikohet me AK-n dhe PDK-n, LDK-ja ka përjashtuar mundësinë që ta votoj cilin do nga deputetët e vetëvendosjes, por vetëvendosja ka edhe 47 deputet tjerë, nuk mendoj që do të ishte ndonjë, nuk është një nështrim, sepse e drejta e propozimit është një, është ekskluzive drejtë e vetëvendosjes, por zgjedhja e diçka tjetër dhe opozita nuk mund ta detyrojë askush që ta votojë një kandidat cilin për arsyet e tyre nuk duan ta votojnë. Mendoj se kjo duhet merret parasysh, të ofrohen disa kandidatura tjera, 2, 3, 4, 5, dhe të gjendet një konsenzus për ta kaluar këtë ngërç, por më duhet të them prapë, unë nuk shoh interesim as të vetëvendosjes, as të opozitës për ta tejkaluar, sepse thjesht nuk i kanë numrat. Nuk i kanë numrat për formimin e qeverisë. Por megjithatë do të bëhej konstituimi i parlamentit dhe nëse asgjë tjetër, atëherë mund të merret vendim me një ujdi politike të shkohet në zgjedhje. Nuk është fundi i botës, nuk mund të mbahet parlamenti në këtë gjendje, do të thotë. Sepse pa konstituimin e parlamentit nuk mund shpallen as zgjedhje të tjera. Pra unë pres që brenda 5-6 dite, 7-8 dite, vetëvendosja të propozoj një kandidat ose kandidate tjetër, pa përmendur emra këtu, nuk dua të përmend, por mos të sepse në mesin e tyre ka mjaft që do të ishin pranueshëm për PDK-n dhe AK-n dhe ata kanë bërë të ditur. Mirë, a mund të ashtrojmë pyetjen pse nuk është e pranueshme zonja Haxhiu? Tani kjo çështje është shumë relative, sepse është ne varet vetëvendosja logjikon nga këndi i partisë më të madhe, grupimit më të madh. Opozita ka një pozicion dhe vështron nga pozicioni opozitar, ne nga pozicioni i pavarur, ta themi neutral, edhe ata mund ta konsiderojnë imponim vetëm një emër. Edhe opozita mund të thotë duam alternativë, nuk për 100 arsye do të thotë, dënë se më duhet të them ka pasur edhe spekulime këto ditë, është përmendur ta zëm aspekti gjinor, unë nuk mendoj që është aspekt gjinor, nëse do të ishte aspekt gjinor, nëse edhe kandidatura e dytë ose e tretë femër do të refuzohej nga opozita. Ne nuk jemi në atë situatë, do të thotë, nuk mendoj që është aspekt gjinor, është aspekt politik. Është aspekt politik, ka pasur përplasje do të thotë të mëhershme të opozitës deri tashme me zonin Albulen Haxhiu dhe mendoj se këtu është esenca. Zoti Kola, mendoni që në një situatë eventualisht nëse gjenden një zgjidhje për të votuar edhe kandidatën për kryetarin e kuvendit, megjithatë, a mendoni që nismat nuk do ta votojnë qeverinë, a ka llogaritëm kushtimisht që të shkojë sërish në zgjedhje? Realisht, Kosova nuk ka llogaritë të shkojë në zgjedhje, nuk e kemë komoditetin të shkojmë në zgjedhje. Dihet sa probleme janë qoftë në aspektin politik, ekonomik, social e tjerë. Konstatoj se në sallë janë pranishëm 109 deputet, vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar më 17, 19, 21, 23, 25 dhe sot 27 prill 2025. Procedojmë me pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive më 19, 23, 25 dhe 27 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulen Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Blau Konjuca, që ta propozoj kandidatin apo kandidaten për kryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju njoftoj si zakonisht
se kryetari apo kryetarja zgjidhet me shumicë të votave ose më paku me 61 vota për. Po më vjen mirë që e ku morë epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zirkraki, po nëse si opozit muni me na i huazunja, bile mos të mesim nër 57 ju kësha falenderu shumë. Propozimi jonë është Albulena Haxhiu. Në salë janë 110 deputet, juftojmë të atëherë për votim. Lutë deputetët që me ngritje dore të deklarojnë për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit, deputetën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi të mbyllim, ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10. Po, pra përfundoj edhe kjo seancë për të vazhduar të ejtën në ditën e punëtore, pra me 1 maj, një koincidence. Megjithatë, kërkoj falje zoti koleg, kemi zonin Bajrami nga Lidha Demokratike e Kosovës. Që kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani me në një cirk.
është hera e 6 që zonja Haxhiu mori kësaj radhe vetëm 54 vota dhe ata insistojnë në këtë kandidaturë duke u mbledhur çdo 48 orë. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje, për të gjetur një zgjedhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe njëherë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Faleminderit shumë. Mirë, jemi në pritje nëse do të dalë dikush nga partitë e tjera politike, sepse tashmë është bërë edhe traditë që pas ndërprerjes së çdo seance dhe partitë parlamentare po deklarohen pa qëndrimin e zonës Bajrami, mirë po ajo që pam sot zoti Kolaj duhet të ndërpres në ndërkohë nëse e kemi dikend, megjithatë ajo që pam sot është një ndryshim i numrave, 54, 44 dhe 3. Realisht pat 10 deputet nuk morën pjesë në seancë dhe nuk mund të dim se kush nuk ka votuar që ka votuar hera tjera, apo ata kanë munguar tjetër, por është me rëndësi të themi se partitë politike po vazhdojnë me qëndrimet e njëjta, Kosova po vazhdon pa institucionet të konstituara, me një qeverinë e detyrë, të cilën është duke ushtruar nga zëvendës kryeministrat dhe zëvendës ministrat, sepse tani me ju e dini që ish kryeministri ma nuk e ka atë drejt as në zyre të shkoj, nuk e dia atë bakit puna jo, dhe as ministrat apo në zëvendës ministri cili është betu si deputet, ata nuk e kanë të drejtën ma të shkoj në zyre ku kanë punu, që për ndryshe mund të bojnë edhe vepër penale, apo edhe shkeljet të kushtetutës. Edhe është më rëndësi të themi se gjithë kjo kohë, gjithë të seanca që po ndërpritën në mungesë të konstituimit, debati ka metë duke u zhvilluar në hollin e kuvendit. Për këtë tu doje të përshëndroja pyetjen. E kemi me emrin Krasniqin? Qysh në fillim dëshiroj t'ja shpreh keqardhjen gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë tallje që po bëhet me verdiktin e tyre nga ona e partisë së parë, e cila edhe sot për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj të them 3 mesazhe sot nga hulli i kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe emonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton, lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepër që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thonë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit, po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepër dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizja vetëvendosje
si partia që me qëllim po e mund të bllokum kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Dëgjuam kështu kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Membri Krasniqin, vazhdojmë bisedën, pra a do duhet të kishte debat parlamentar në vend që, siç e thatë edhe ju, debatet po zhvillohen në hall? Realisht është një nen i rregullorës së kuvendit që ka ndaluar debatin parlamentar gjatë kohës së konstituimit të kuvendit. Megjithatë, ne mendojmë se ky nen s'është dish të ekzistojë dhe derisa në zgjedhjen e presidentit dhe që qeverisë ka debat parlamentar, ju dini se kuvendi është tempulli i demokracisë dhe tempulli i debatit, do të ishte mirë që edhe në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të kishte debat, normal të ballafaqohen ide, mendime dhe të përmes debatit të kishte një mundësi më të lehtë për konstituimin e kuvendit dhe arritjen e një marrëveshje. Ne kemi parë se tani mes po kemi debat, veç po kemi deklarata të deputetëve të caktuar të cilat po zhvillohen në hall të kuvendit para nisjes së seancës edhe prapa nisjes, por nuk po kemi një debat pro et kontra mendimeve që duhet të zhvillohet brenda kuvendit. Andaj mendojmë që gjithsesi që në të ardhmen kjo rregullore duhet të ndryshohet dhe të lejohet debate në raste gjatë konstituimit të kuvendit. Faleminderit zoti Kolaj. Zoti Koci, pra një mendim shkurt, lutem, pasi po e përmbyllën se s'kemi edhe më sigurisht çfarë të themi. Mendoj se do duhet të kishte debat parlamentar. Gjithsesi. Ndonse ai debat do të mund zaventësoj edhe jashtë parlamentit nëse do të kishte aktualisht këto ditë, do të thotë komunikim ndërmjet partive politike, se atyre nuk ata e kanë të mundur ta bëjnë atë debat jashtë parlamentit. Po problemi është që partitë tona politike duket se nuk komunikojnë fare. Fakti që atë çfarë dëgjojmë ne pas dhe para këtyre seancave të kuvendit, është evidente që nuk ka as përpjekje të komunikimit ndërpartijak. Do thotë është dërguar një letër në adresë të LDK-s, është refuzuar nga LDK-ja dhe kam përshtypje që këtu ka përfunduar çdo gjë. Dhe kjo problemi më i madh Kosovës, i duhet aktualisht një kompromis i madh. Ai kompromis nuk mund bëhet pa debat, qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit, debat ndërpartijake. Kemi Hekuran Muratin nga Lëvizja Vetëvendosje, do shohim edhe një herë se cili është qëndrimi i kësaj partie. Atëherë, faleminderit edhe sot që keni dalë për ta përcjellur vazhdimin e kësaj seance të nderuara media, të nderuar gazetar. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku kuvendi dështon apo nuk arrin të konstituojë vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin për kandidatën këtë rast zonën Albulina Haxhiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokad do të ishte po që se ne do të vepronim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë, dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë, siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërkaq në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast zotëri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç i dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokadë. Megjithatë, janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupi të ndryshojë mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim,
ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë më se të qarta sepse i kemi përsëritur disa herë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat pra si parti fituese e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkryetar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkryetar të tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe paknaqësi në lidhje me emrat e përveçshëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paket emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Agjiu për kryetaret të kuvendit, si dhe tre emrat e nënkryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Për ndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit, është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti ipet një zgjidhje kësaj bllokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetaria e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nënkryetarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Faleminderit. Mirupafshim. Atëherë të nderuar shikues, pam për të gjitha deklarimet e partive politike, sigurisht do të shohim se çfarë do të ndodhë me një maj nëse do të është e mundur të arrijë ndonjë marrëveshje deri atëherë, ne do të jemi këtu sigurisht për të pritur nëse edhe për të njoftuar, nëse do të njoftohemi se ka pasur një sukses. Zoti Kole, faleminderit, zoti Koci, faleminderit. Dashur shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet e fundit dhe programet tona, na ndiqni dhe pëlqeni në Facebook, RTK, Instagram, RTK, YouTube, RTK dhe TikTok, RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, saktë dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në www.rtklive.com. Mirëmbëngjes.